Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë kemi këtë bimë në shtëpi, lëngu i saj shëron çdo sëmundje. Sipas të dhënave dhe studimeve të kohëve të fundit, është nxjerrë në pa fakti se aloe vera mund të përdoret në trajtimin kundër diabetit. Nëse përdoret siç duhet, kjo bimë e mrekullueshme ulën nivelin e glukozës në gjak. Diabeti është një nga sëmundjet më të përhapura autoimunitare. Ritmet e përhapjes së kësaj sëmundje janë shqetësuese. Diabeti është një nga sëmundjet që mund të parandalohet nëpërmjet aktivitetit fizik, ushqyerjes së duhur dhe një stili të shëndetshëm jetese. Sipas të dhënave, aloe vera është një nga bimët më të mira që ndihmon në ulje natyrale të nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i lëngut të bimës rregullon glukozën në gjak. Mjaftojnë 5 deri në 15 ml lëng aloe vera në ditë për të ulur ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak. Në harkun kohor të 2 muajve, aloe vera mundet që të ulë sheqerin në gjak me 50%. Për më tepër, lëngu i kësaj bime është i pasur edhe me antioksidantë dhe substanca të cilat na mbrojnë nga ulçëra, infeksionet dhe problemet të tjera shëndetësore të cilat janë të lidhura me diabetin. Aloe vera stimulon sekretimin e insulinës, ndaj edhe zbut mjaft mirë shenjat e diabetit. Si mund të konsumoni lëngun e aloe verës kundër diabetit? Për rezultate më të mira, ekspertët rekomandojnë përdorimin e lëngut të freskët dhe organik të aloe verës. Në ditët e para të trajtimit mund të konsumoni një lugë çaj me aloe vera çdo ditë dhe kur trupi juaj mësohet me këtë lëng, atëherë mund të rrisni dozën në 3 lugë çaj në ditë. Nëse nuk ju pëlqen kjo shije e hidhur, mund të shtoni pak mjalt ose ëmbëlsues të tjerë natyral. Si prodhohet lëngu i aloe verës? Mund të duket e vështirë, por në fakt, gjethet e bimës mund të japin lëng dhe në mënyrë tepër të thjeshtë. Ju këtu do të gjeni të detajuar të gjithë procesin e përgatitjes së lëngut të aloe verës. Ndërkohë, gjethet ndahen në gjysmë sipas të gjatësisë. Siguroni ta keni hequr cipën nga gjethet pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni xhelin e aloes nga gjethet duke përdorur një thikë. Pjesën e xhelit që keni përftuar më pas i vendosni në një mikser derisa të përfitoni një lëng homogjen. Filtrojeni lëngun dhe pastrojeni atë nga çdo fibër e tepërt e cila mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Ndërkohë, aloe vera ka mjaft përfitime shëndetësore për shëndetin. Xheli i mrekullueshëm, i cili mbush gjethet e bimës së aloe verës, është plot me vitamina të cilat mund të trajtojnë një sër problemesh të organizmit. Në këtë video ju do të mësoni se si ju të shfrytëzoni bimën duke nisur nga pickimet e insekteve apo shëndeti i flokëve. Ushqim për lëkurën. Xheli aloe verës ofron një alternativë natyrale për ushqyerjen e lëkurës me vitamina dhe megjithatë, nëse e përdorni shpesh, ajo mund të irritojë lëkurën dhe ta përthajë atë. Këshillohet që një herë në ditë është mjaftueshëm. Zbutje e flokëve. Xhelin e aloe verës ju mund ta përdorni edhe për të zbutur flokët. Pas të lyerjes, lyeni flokun tuaj me xhelin e brendshëm të gjethteve dhe mbajeni për 5 minuta. Shpërlajeni me ujë të ngrohtë dhe do të zbuloni që floku juaj do të jetë më i butë dhe më i shkrifët. Aloe vera u jep flokëve shumë ushqyes të dobishëm për rritjen e tyre. Aknet. Aloe vera gjithashtu ndihmon kundër akneve duke
eliminuar inflamacionin, skuqen dhe bakteret. Gjelin mund ta përdorni edhe si një mask, megjithatë nëse keni një fytyrë të ndjeshme, ju duhet që ta përdorni atë si një mask. Megjithatë, duhet të bëni një test paraprak duke vendosur pak gjel në zonën e parakrahut. Nëse lëkura juaj irritohet, mbase jeni alergjik ndaj xhelit. Zbokthi. Përdorimi i rregullt i xhelit të aloe verës në flokë është shumë efikas në eliminimin e zbokthit. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e xhelit në mënyrë të rregullt duke aplikuar atë direkt në zonën tuaj të skalpit. Kundër të djegurave. Xheli aloe verës njëkohësisht është shumë efikas kundër të djegurës së gradës së parë dhe asaj të dytë. Efikasiteti i xhelit është shumë herë më i lartë se kremrat industrial. Ndërkohë, edhe heqja e makiazhit. Kombinimi i lëngut të aloe verës me vajin e ullirit është një alternativë natyrale e heqjes së makiazhit. Ky kombinim është i butë për lëkurën, nuk e irriton atë dhe e rigjallëron. Të djegurat nga dielli. Xheli i aloe verës është shumë efikas për lëkurën. Ai që të son dhe gjithashtu zbut edhe lëkurën e djegur nga dielli, por edhe e ushqen atë në thellësi. Pickimet e insekteve. Pickimet e mushkonjave janë me të vërtet diçka e sikletshme. Në qoftë se ju e lyeni zonën e pickuar me xhelin e aloe verës, jo vetëm që nuk do të keni asnjë kruarje, por zona as nuk do të ënjtet. Ndërkohë, lloji i bimës së aloe verës lufton edhe urthin. Shumë njerëz të cilët vuajnë nga sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe përdorin ilaçe, e dinë mjaft mirë se çfarë problemi është ky. Ndërkohë, aloe vera bën një alternativë të mrekullueshme në trajtimin e këtij problemi shëndetësor. Edhe pse jo të gjitha llojet e bimës aloe vera janë të sigurta për të konsumuar, ka lëngje aloe vera të disponueshme dhe me të mund t'ju ndihmojnë edhe të trajtoni zbutjen e acarimit dhe zvogëlimin e inflamacionit i cili shkakton urth. Ruan ushqimin. Ju duhet që të bëni çmos për të blerë perime organike, por fakti i çështjes është se ata kanë shumë të ngjarë që të shkojnë keq më shumë se sa alternativat e rritura kimikisht. Lajmi i mirë është që ju mund të aplikoni një shtresë të hollë aloe vera ushqimore në produktet tuaja të freskëta për të ndihmuar në mbrojtjen kundër baktereve të cilat çojnë në prishje. Pastron dhëmbët. Ndoshta keni dëgjuar tashmë që vaji i arrës së kokosit funksionon mirë për të pastruar dhëmbët, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe vera. Karakteristikat natyrore të kësaj bime përfshirë vitaminën C, mund të fuqizojnë përmes pllakës dhe të mbrojnë kundër baktereve të cilat shkaktojnë sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Shëron infeksionet. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj të shkëlqyeshëm për pririt e infektuara. Për shkak të aftësive të saj qetësuese, gjithashtu punon për të shëruar në mënyrë aktive plagën dhe për të zvogëluar plagët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.